Do të ministri i Shtetit Republikës së Shqipërisë. Po dëgjoni 17 po ndër arrestuar, ndër arrestuar. Zëvos komandi ko dëgjoni to Geruçi. Mirë gjëra gjithë. Ju sjell përqafime nga Shqipëria dhe me njohjen qeverisë shqiptare për popullit shqiptar për kontributin tuaj këtu. Ju na nderoni me prezencën tuaj sapo jeni takuar me komandantin dhe me shefin e shtabit të brigadës këtu dhe po shprehen falënderimet për rolin dhe kontributin tuaj në një mision tepër të rëndësishëm në një vend aleat antar të NATO-s Letonia, por në një pozicion gjeografik tepër të rëndësishëm gjeostrategjik në kushtet e reja të krijuara tashmë pas agresionit rus në Ukrainë. Kështu që jam shumë i nderuar sot jem këtu në këtë bazë, ndërkohë që ne gjithmonë përkujtojmë edhe dy heronjtë tanë dëshmorët të cilët kanë qenë pjesë e kontingjentit shqiptar në Riga, në Letoni, Florian Tanucci dhe Riton Sanaj, të cilët sigurisht do të mbeten gjithmonë pa harruar për kontributin e tyre në kuadër të forcave të armatosura të Republikës së Shqipërisë. Edhe njerë respekt dhe ndërlojë për secilin për jush edhe për familjet tuaja, sepse në fund fundit familjet janë ato që temi e vuajnë më shumë detyrën e vështirë të ushtarakëve. Shumë faleminderit. Good.